Çdo kush, kudo në botë, i ndan njerëzit në dy kategori, në ata që janë tanët dhe në ata që nuk janë tanët. Pasojat e kësaj në psikologjinë e bindjes janë jashtëzakonisht mëdha, sepse njerëzit favorizojnë në mënyrë të jashtëzakonshme ata që janë pjesë të grupit të tyre. Brenda llojit pra, është e rëndësishme të kuptojmë se marrëdhëniet të tipit midis nesh, brenda llojit, nuk janë thjesht marrëdhënie ku njerëzit thonë ky personi është si ne. Jo. Janë marrëdhënie ku ata thonë ky person është njëri prej nesh. Kështu që rregulli i unitetit në psikologjinë e bindjes thotë se njerëzit kanë më shumë gjasa të thonë po ndaj dikujt që e konsiderojnë si pjesë të vetes, si i yni pra. Parimi që do të diskutojmë sot është uniteti. Uniteti. Principi i unitetit nuk ka të bëjë me ngjashmëritë e thjeshta të tipit si ato që funksionojnë me parimin e pëlqyeshmërisë që folën në videon e mëparshme. Parimi i unitetit ka të bëjë me identitetin e përbashkët. Çfarë do të thotë kjo? Identiteti që të lidh pra si pjesë e një fisi, grupi, kompanie, profesioni, institucioni, me cilin njerëzit e vetë përkufizojnë veten e tyre. Këto identitetet përbashkëta mund të jenë etnike, politike, fetare, rajonale, madje edhe profesionale. Studrimet tregojnë se kur ke vendosur një marrëdhënie të tipit brenda llojit, përfitimet janë vërtet të mëdha. Më pak negociata të dështuara, më pak fajsim për gabimet, më shumë gatishmëri për të ndihmuar, më shumë besim dhe më shumë bashkëpunim. Një studim i kryer në Nigeri gjeti se taksistët e kishin dorën më të lehtë në pazar, kur në bisede sipër zbulonin se edhe pasagjeri kishte të njëjtën preferencë për parti politike me shoferin. Policët rrugor kanë më pak gjasa të gjobisin një zero policë rrugor edhe pse jashtë orarit zyrtar, edhe pse me automjetin privat, edhe pse nga një qytet krejt tjetër nga polici në shërbim. Atëherë nëse gjërat janë kështu, nëse ndjenja e bashkësisë dhe përkatësisë ka kaq shumë efekt, atëherë pse ne nuk duhet ta përdorim në psikologjinë e bindjes? Kur njerëzit shohin se je njëri prej tyre pra, gjithçka bëhet më e lehtë. Të besojnë, dëshirojnë të bashkëpunojnë, të shërbejnë më mirë, më shumë dhe i pranojnë kërkesat tua. Një mënyrë shumë e fuqishme për të dukur si njëri prej tyre është lokaliteti i përbashkët. Njerëzit që ndajnë të njëjtin vendbanim, lagje apo qytet, perceptohen si tanët, pra, janë grupi jonë, janë tanët. Prandaj dhe thonë, jam Tiranës, jam Shkodran, apo jam nga Vlora. Mendo për lidhjen që ndjen kur je duke udhëtuar në tren në Danimark dhe takon një të huaj dhe zbulon se ai vjen nga i njëjti qytet me ty. Këto identitete lokale, pra, mbartin një fuqi përbashkuese shumë të fortë. Janë një tjetër shembull shumë i fuqishëm që kam lexuar dhe njoh, edhe pse është i dhimbshëm. Gjatë viteve të përhapjes nazizmit në Europë, shumë njerëz u dërguan në kampet e përqendrimit të rom, disident politik, por kryesisht hebrejnë. Në disa nga këto kampe përqendrimi, kur një i burgosur shkelte një rregull, ndodhte që të gjithë viheshin në rresht dhe një oficer nazist numëronte deri në 10 dhe të 10-tin, bum, e pushkatonte. Pastaj numëronte 10 të tjerë dhe përsëri, bum, pushkatonte dhe kjo vazhdonte deri në fund të rrjeshtit me çdo person të 10. Një sociolog me emrin Ronald Cohen pati rastin të intervistonte një ish roje të njërit prej këtyre kampeve. Një ditë ky roje kishte parë se si oficeri nazist Jack Ftoft po e krynte këtë akt makabër. Por kur arriti tek njëri nga të 10-tët, ndaloi në çast dhe në vend që ta qëllonte, u kthye pak djathas dhe qëlloi bum të 11-tin. Pastaj vazhdoi normalisht me çdo të 10 tjetër deri në fund të rreshtit. Kur ky roja e kishte pyetur oficerin pse pas aktit vrasës, pse nuk qelloi të 10-tin, dhe roja i që përgjigjur duke buzëqeshur, sepse e njoha, jemi rritur në të njëjtin qytet. Vetëm kaq pra mjaftoi që një vrasës brutal të bënte një përjashtim të vetëm, t'i falte jetën dikujt me të cilin kujtoheshte se kishte patur të njëjtën vendlindje me të. Nga ky shembull i rënd, le të kalojmë te ajo se si uniteti mund të përdoret me një ndikim pozitiv për ne. Gjithmonë pra kërko dhe përmend çdo origjinë, prejardhje që ndahen me personin tjetër, sepse kjo ka një fuqi të jashtëzakonshme. Uniteti ka 3 aktivizues. Aktivizuesi i parë përfshin sjelljen në vëmendje
të tjetrit, të asaj që ka të bëjë me lidhjet familjare. Familja pra. I dyti përfshin të njëjtën gjë për detajet që lidhen me prejardhjen nga e njëjta zonë e quajtur krahinorizëm ose krahina. Dhe e treta ka të bëjë me të vepruarit së bashku, sinkronizimi. Le të shqyrtojmë tani se cilën prej tyre aktivizuesve me radhë. Le të fillojmë me aktivizimin e unitetit përmes ndjesisë familjare. Shumica e njerëzve do të pajtoheshin se janë më të prirur të pranojnë kërkesa nga anëtar që i konsiderojnë si të familjes, të fisit, pra, për të cilët të ofrojnë ndihmë apo që ndjehen më të afërt me ta. Dhe kushdo, mund të jetë i rëndësishëm për ne, por ata që kemi lidhje gjaku, martese me to, na ngjallin ndjenja më të forta për katësie. Dhe kjo nuk ka nevojë që unë që t'ja u them unë, sepse është afër mend që dini vetë. Tani pyetja është që ngrehun është kjo: si ta përdorim në favorin ton këtë prirje nepotike të natyrës njerëzore? Kur është fjala për marrëdhëniet tona të biznesit dhe me njerëz që nuk janë të afër me ne, pra e thënë shkurt, si ta bëjmë dikë që të ndihet familjar me ne, edhe kur nuk është, edhe kur nuk kemi lidhje gjaku me të. Pse ndodh që në disa raste një kushëri ta ndjejmë si vëlla? Sepse nëse me kushëririn takohemi çdo ditë për kafe dhe kalojmë kohë me njëri tjetrin ndërsa vëllai jeton jashtë dhe shihem një herë në vit me të, sigurisht që ndërveprimi me kushëririn më bën ta ndjej atë si vëlla. Ose kur një kushëri i tretë na bëhet më i afërt se një kushëri i parë. Ka një fill që i lidh të dyja bashkë me njëra tjetrën, që e zbuluan edhe studiuesit. Ndërveprimet e shpeshta pra, shpeshtësia e ndërveprimit të bën familjar me tjetrin. Sa më shumë dhe sa më shpesh të ndërveproj me dikë, aq më familjar ndihemi me njëri tjetrin. Jap se shoku i ngushtë të bëhet si vëlla, apo shoqja e ngushtë të bëhet si motra jote. Warren Buffett është ndër ata që e ka kuptuar më së miri se si ta shfrytëzoj fuqinë e unitetit. Me miliarda dollar pasuri, me investitorët e tij, mediat financiare globale shpesh e konsiderojnë atë si investitori më i suksesshëm i kohës tonë. Gjatë fjalës së tij, Buffett, me aksionerët e Berkshire Hathaway, kompania që ai drejton, Buffett përdor rregullisht dhe me sinqeritet fjalë dhe mesazhe që tërheqin vëmendjen te uniteti. Dhe si e bën ai këtë? Ai flet për familjen e investitorëve Berkshire Hathaway. Në një mbledhje të rëndësishme me aksionerët, ku do të diskutohej fati i aseteve të tyre, çfarë do të ndodhte pra kur Buffett, për shkak të moshës së thyer, të mos ishte më, të ndahej nga kjo jetë? Ai përdori aktivizuesin e familjes në një mënyrë origjinale dhe etike. Përpara se t'u rekomandonte atyre blerjen e aksioneve të Berkshire, ai tha: edhe pse asgjë nuk është e sigurt, do t'ju them atë që do t'ja thoja familjes time sot për të ardhmen e Berkshire. Vetëm pasi tha këtë, ai renditi arsyet pse besonte se investitorët duhet të kishin besim te suksesi i vazhdueshëm i Berkshire. Ishte një deklaratë brillante që i bindi aksionarët, sepse ai ndau me ta të njëjtin informacion që do të ndante me të afërt miq të tij të ngushtë, duke i bërë ata të ndihen edhe më shumë si pjesë e familjes Berkshire. Shumë politikan, kryetar partish nëpër Europë dhe botë, u drejtohen partisë së tyre jo më me termin partia jon, por familja jon. Shumë shitës të aftë, edhe pse nuk kanë lexuar asgjë për Qaldinin, asgjë për principin e unitetit, ata e aplikojnë këtë princip me instinkt, nga përvoja. Sa herë ka ndodhur të dëgjosh një shitës kur thotë: "Këtë ja jap dhe djalit tim, këtë përdor dhe për vajzën time", në lidhje me një produkt të caktuar për cilin ti po kërkon informacion. A nuk të bën kjo të ndihesh më familjar me shitësin kur të thotë kështu, që një produkt e përdor edhe për djalin apo për vajzën e vet? Uniteti pra mund të aktivizohet nga disa sinjale të përkatësisë familjare, edhe atëherë kur nuk kemi marrëdhënie apo lidhje gjaku të vërteta me tjetrin. Për shembull, sa më afër të kesh jetuar me dikë, aq më shumë gjasa keni të supozojmë se ai person është gjenetikisht më i ngjashëm me ju.
Ky është një supozim i kuptueshëm sepse për pjesën më të madhe të historisë njerëzit kanë jetuar në grupe të vogla individësh gjenetikisht të ngjashëm në fise, klane, tribu, bashkësi. Prandaj lokaliteti është një përforcues i unitetit. Sa herë të zbuloni që dikush që doni ta ndikoni jeton në të njëjtin vend si ju, siguroni ta përmendni këtë fakt para tij. Fuqia e lokalitetit mund të jetë e heshtur, por në momentin e duhur bën një diferencë shumë të madhe. Për shembull, gjatë fushatës presidenciale të presidentit Obama në vitin 2008, strategët e atëhershëm të Obamës shpenzuan një sasi të paprecedent fondesh për të ngritur 700 zyra fushate në nivel lokal. Ata vendosën që të mos i mbushnin këta zyra me vullnetar të ardhur nga zonat e tjera apo shtetet e tjera, siç ndodhte zakonisht në fushatat kombëtare, por të investonin për të rekrutuar vullnetar vendas për të trokitur derë më derë në komunitetin e tyre. Pse? Sepse nga kontakti fqin me fqin shfrytëzohet fuqia bindëse e lokalitetit. Në një analizë pas zgjedhjeve, një doktor i shkencave politike për efektet e kësaj strategjie tregoi se funksionoi shumë mirë, duke i dhënë fitoren Obamës në 3 shtete vendimtare ku gara ishte shumë e ngushtë. Sipas autorit të analizës, kjo strategji shndërroi rezultatin nga një fitore e ngushtë në një dominim të thellë në vota elektorale. Tani, duke pasur parasysh gjithçka mësuam deri tani për parimin e unitetit, le të kthehemi te historia e të burgosurit në kampin e përqendrimit, që përmenda në fillim të videos. Kujtoni pra që një oficer nazist kishte arritur te i 10 person në rresht për ta ekzekutuar, por vendosi ta kursente, kësaj here të ekzekutonte të 11-tin. Pse? Sepse kishte njohur dikë nga i njëjti qytet. Lidhja me të njëjtin vend më të i krijoi rojes një ndjesi uniteti më të. Vetëm ndjesia e përkatësisë prej të njëjtit vend e shndërroi një vrasës patologjik në një njeri që tregoi mëshirë për një individ të vetëm me të cilin ndante këtë lidhje. Dhe ky nuk është rasti i vetëm ku fuqia e përkatësisë lokale ka pasur një efekt të thellë shpëtimtar. Një tjetër shembull, po ashtu, hebrejt përfshin hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, por këtë herë ngjarja nuk ndodhi në kampet e përqendrimit, por më mira kilometra larg. Ndërsa partia naziste po rritej në pushtet në përgjithë Europën, në Gjermani dhe në pjesë tjera të Europës gjatë viteve 30 dhe 40, shumë prej hebrejve u detyruan të largoheshin. Disa prej tyre arritën madje të shkonin deri në Japoni. Megjithatë, siguria e tyre, edhe pse ishin në Japoni, filloi të vihej në rrezik, sepse Japonia hyri në aleancë lufte me Gjermaninë naziste, e cila tani nisi duke bërë kërkesa zyrtare të vazhdueshme për zhdukjen e hebrejve që ndodheshin në Japoni. Nazistët madje dërguan në Tokyo kasapin fankeq të Varshavës, Josef Albert Maisinger, për të bindur qeverinë japoneze. Megjithatë, Japonia refuzoi presionet naziste deri në fund të luftës. Dhe pse ndodhi kjo? Një pjesë e rëndësishme e përgjigjes lidhet me një seancë dëgjimore vendimtarve midis zyrtarëve japonez dhe përfaqësuesve të komunitetit hebre. Duke dashur të dëgjonin pretendimet e të dyja palëve, zyrtarët e ushtrisë japoneze kërkuan që komuniteti hebre të zgjidhte përfaqësuesit e vet për tu përfaqësuar në gjykatë. U përzgjodhën 2 rabin, Moshe Shatskec dhe Shimon Kalish, të 2 dietar të respektuar. Por rabini më i vjetër Kalish njihej për zgjuarsinë e tij dhe për njohjen e thellë të natyrës njerëzore. Në takim në seancë gjyqësore, anëtarët e tribunalit ushtarak japonez bën 2 pyetje të drejtë për drejta për ta. Pse ju urren kaq shumë nazistët dhe pse duhet të jemi ne japonezët në anën tuaj kundër aleatëve tanë gjerman? Rabini i parë nuk mundi të përgjigjej menjëherë sepse përgjigje kishte komplekse, përfshinte çështje të ndërlikuara historike, ekonomike, fetare, por rabini Kalish, me njohuri të mprehta mbi natyrën njerëzore, u përgjigj me një fjali të vetme që i shtangu antarët e tribunalit. Sepse, tha ai, ne jemi aziatik, si ju.
Kjo përgjigje ishte kaq e fuqishme sa që në sekonda aktivizoi ndjesinë e përkatësisë të oficerët japonez. Nga një aleancë ushtarake e përkohshme me nazistët, ata ndjen një ndjenjë të thellë përkatësie mbi baza gjenetike, kulturore dhe gjeografike. Pas një pushimi të shkurtër për të diskutuar mes tyre, lideri i tribunalit japonez u tha rabinëve të ktheheshin te njerëzit e tyre me mesazhin se nuk kishin pse të kishin frikë nga asgjë dhe ishin në mbrojtjen e qeverisë japoneze. Dhe kështu ndodhi. Kjo është pra njëjta gjë sikur sot një shtet aleat i Izraelit të strehonte palestinez dhe pyetjes pse qeveria e Izraelit nuk ju do gjallë, njëri prej tyre t'i përgjigjej, sepse ne, ashtu si ju, jemi musliman në tokën e të parëve tanë. Uniteti mund të aktivizohet gjithashtu duke vepruar së bashku me të tjerët në mënyrë të koordinuar apo të sinkronizuar, pra aktivizuesi i tretë. Dëgjojeni me kujdes këtë sepse ka shumë rëndësi dhe përdoret shumë shpesh sot në kohën e sotme. Le të themi që jeni në një pozitë ku duhet të ndash detyra brenda ekipit punës. Nëse dëshiron të rrisësh ndjenjën e unitetit midis anëtarëve të stafit tënd, të ekipit tënd, në vend që të ndash atyre detyra individuale, bëj që punonjësit tuaj të punojnë në grupe të vogla dhe në mënyrë të koordinuar. Efektet në bashkëpunim, ndihmë dhe solidaritet në grup do të jenë vërtet të ndjeshme. Le të flasim tani për mënyrën se si bashkëkrijimi përforcon ndjenjën e unitetit. Pra, një tjetër përforcues është bashkëkrijimi. Kur njerëzit punojnë së bashku për të përmbushur një detyrë ose për të krijuar diçka së bashku, ata ndjejnë një ndjesi më të madhe përkatësie. Shumë kompani përballen me vështirësi për ta bërë në ditët e sotme konsumatorin të ketë një përkushtim pra ndaj markës dhe brandit të tyre. Dhe çfarë bëjnë ata? Kanë gjetur një zgjidhje kohë të fundit, duke përdorur principin e unitetit. Dhe ata po e fitojnë këtë betejë duke i bërë klientët aktual dhe ata potencial të bashkëkrijojnë me ta produkte apo shërbime të reja ose përmirësimin e atyre ekzistuese. Zakonisht duke u kërkuar klientëve informacione dhe veçori në lidhje me produktet e reja që donin të shihnin prej markës. Zara është tipike për këtë. Dëshmitë tregojnë qartë se kjo praktike rrit favorizimin ndaj markës dhe besnikërinë ndaj saj. Në një eksperiment tjetër, punonjësit bashkiak pastruan një lagje qyteti dhe mbollën pemë aty. Në një lagje tjetër të atij qyteti, ata thirrën edhe fëmijët dhe persona të tjerë të asaj lagje që së bashku me punonjësit bashkiak të pastronin dhe të mbillnin pemë. Rezultati, në lagjen ku komuniteti mori pjesë në mbjellje, krahasitje dhe pastrim të lagjes, pati 493 më pak vandalizim, ndotje, shkelje lulesh dhe thyrje pemësh. Pse? Sepse banorët e asaj lagjeje e ndjen atë si bashkëkrijim. Ata i kishin atashuar identitetin e tyre me pastërtinë, rregullin dhe gjelbrimin e lagjes. Uniteti pra aktivizohet në 3 mënyra: përmes sinjaleve të afërsisë familjare, përmes ndjesisë së të qenit nga i njëjti vend dhe përmes veprimit të përbashkët, sidomos kur aktivitetet janë të sinkronizuara. Jap se tani në shumë fushata elektorale në përballë Europë ju shihni muzikë ku folësit dhe dëgjuesit vallëzojnë me pjesëmarrësit, pra vallëzojnë me njëri tjetrin, sepse muzika sinkronizon dhe vallja bashk koordinon. Sinkronizimi sjell unitet. Jap se paradat ushtarake janë simbole të unitetit kombëtar, sepse kanë sinkronizim muzikor dhe trupor. Vallja sidomos ka një efekt të jashtëzakonshëm për shkrirjen e identiteteve, ka një efekt përbashkues pra. Jap se vallet janë simbole kombëtare të së njëjtës rëndësi me himnin dhe flamurin e një shteti. Për ta përmbledhur gjithë këtë që kam folur, këto janë disa veprime që ekspertët e ndikimit ja drejtojnë vetes për të shfrytzuar fuqinë që ka uniteti. Së pari, ata përdorin parimin e unitetit duke theksuar të përbashkëta që nxisin ndjesinë e të qenit njërit prej nesh. Për ta bërë këtë, ata kërkojnë dhe hulumtojnë se çfarë lloj gjërash mund të sillen në vëmendje për të krijuar ndjenja të sinqerta uniteti me ata që duan të ndikojnë.
si për shembull të përbashkët e vetë-banimit, të lagjes apo qytetit. Së dyti, apo origjinës. Së dyti, ata investojnë në krijimin e veprimtarive të sinkronizuara përmes bashkëkrijimit, mbrëmje festive me muzikë dhe veçanërisht me vallëzim, mbjellje pemësh, fushata pastrimi, fushata sensibilizuese të përbashkëta, apo çfarë do tjetër. Së fundi, këta ekspert shmangin sjelljet jo etike, duke u siguruar që sinjalet e unitetit që përdorin të jenë natyrale, reale dhe të vërteta. Ata e dinë se çdo gjë e shtirur apo e shpikur ka stile e dëmton afërsinë e marrëdhënies me tjetrit dhe i mbyll derën për bashkëpunimet mëtejshme. Tani, pyetjet kryesore që këta eksperti bëjnë vetes gjithmonë kur duan të ndikojnë me principin e unitetit janë këto. A kam bërë mjaftueshëm dhe a kam bërë kërkimin e duhur për të zbuluar dhe për të vënë në dukje veçoritë e unitetit midis meje dhe personit që dua të ndikoj? Për shembull, a kam përmendur marrëdhënie të afërta ekzistuese apo të përbashkëta vendbanimi apo prejardhjeje me këtë personin? A mund të krijoj mundësi që të bashkëpunojmë bashkë në mënyrë të sinkronizuar ose të angazhohemi në bashkëkrijimin e diçkaje? A e kam menduar që ta filloj kërkesën time ndaj dikujt me cilin kam një marrëdhënie të gjatë duke përmendur se sa kohë kemi së bashku në këtë marrëdhënie? Dhe më në fund, a jam i sigurt se çdo përpjekje për të përdorur sinjalet e unitetit bazohen në tipare vërtet të pranishme në atë situatë? Nëse ti je një titullar biznesi, drejtues apo menaxher dhe dëshiron një këshill se si ta aplikosh këtë princip në punën apo biznesin tënd, thjesht lër një koment të hapësira këtu më poshtë. Do të bëj më të mirën time për të dhënë një përgjigje. Apo nëse dëshiron që unë të përpiloj një mini trajnim me enkas për stafin tënd, që ata të aftësohen me psikologjinë e bindjes dhe me principet e Cialdinit, apo nëse edhe ti vetë dëshiron të zhvillosh një konsultim kokë me mua mbi këtë temë, din si të më kontaktosh.